Departamenti i Shtetit ka ndaluar caktimin e intervistave të reja për viza për studentët e huaj që shpresojnë të studiojnë në Shtetet e Bashkuara, ndërsa përgatitjet për zgjerimin e verifikimit të aktivitetet tyre në mediat sociale, thanë zyrtarët. Një zyrtar amerikan thatë martën se pezullimi ka për qëllim të jetë i përkohshëm dhe nuk zbatohet për aplikantët që tashmë kishin planifikuar intervistat e tyre për vizë. Zyrtari foli në kushte anonimiteti për diskutuar një dokument të brendshëm administrativ. Një kablogram i nënshkruar nga sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe i marrë nga Associated Press thotë se Departamenti i Shtetit planifikon të lëshojë udhëzime mbi verifikimin e zgjeruar të mediave sociale, duke hyrë në fuqi menjëherë në përgatitje për një zgjerim të verifikimit dhe verifikimit të kërkuar të mediave sociale, seksionet konsullore nuk duhet shtojnë asnjë kapacitet shtesë për takime për viza studentësh ose vizitorësh shkëmbimi derisa të lëshohet udhëzimi i ri, thot kablogrami. I pyetur në lidhje me prezantimin e konferencës për shtyp, zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Tammy Bruce tha se Shtetet e Bashkuara përdorin çdo burim të disponueshëm për të verifikuar njerëzit që aplikojnë për viza. Ne do të vazhdojmë të përdorim çdo mjet që mundemi për të vlerësuar se kush vjen këtu, qofshin student apo jo, tha Bruce.